gjithmonë jam idhëtari i asaj që gjithmonë është preventiva më mirë se sa kurimi. Pak nuk kemi pas nevojë të kemi këto masë dhe për këto vite, por sidoqoftë pa marrë parasysh me ose pa drejtë që kanë vendosë Kosovës, do të gëzojmë që janë larguar dhe përoj që tani tutje viti 2026 ta me mbarën për Kosovën, sepse viti 2025 ishte ndër vitet më të këqija për nga ana e diplomacisë dhe bashkëpunimit si diplomatik, po ashtu edhe ekonomik, por në këtë rast kur them do të patyshim ta marrim si një lajm të mirë si nga ana diplomatike, po ashtu edhe ekonomike, sepse për fat jo të mirë ekonomia e vendit me pa drejtë ka pësuar një ngecje për shkak të sjelljeve të leadershipit të Kosovës në momentet caktuar edhe jo korrekt ndaj BE-s, sepse do ta kenë qartë që Kosova gjithë këtë rrugtim, do thotë edhe çlirimin, po ashtu edhe krijimin e institucioneve ka bënë në bashkëpunim me miqtë ndërkombëtar, me forcat demokratike ndërkombëtare që na kanë përkrahur në çlirimin e vendit dhe ndërtimin e institucioneve. Por do ta kenë qartë që kur e ki këtë lloj bashkëpunimi njeri di ki edhe ato si më thanë para kushtet se si duhet të sillesh, do thotë në raport me BE-n, që në këtë rast në momentet caktuara ne jemi bërë imun si Kosovë që të na bën disa kushte të padrejta, por do ta kemë qartë që me këso lloj kushte Kosova ka ecur deri më tani, por vlerësoj që këto ditë do të thotë që ndodhi kjo largimi i masave dhe në fakt lirimi atyne vlera financiare që do të jenë do të thotë të mirëseardhur për Kosovën, por krejt po është mbytyje qelëse është sjellje diplomatike. Pra në këtë rast ne si Kosovë dhe në këtë rast duhet ta falenderojmë edhe kryeministin e Shqipërisë, i cili ishte jashtëzakonisht komungulis, sepse për nga ana e Kosovës është shumë e ditur që ne duhet të kërkojmë dhe kemi kërkuar që të largohen masat, por vlerësoj që Shqipëria dhe kryeministri Rama ka qenë jashtëzakonisht komungulis dhe kanë qenë me një mënyrë edhe presidenti Vjosa Osmani, po ashtu edhe kryeministri Edi Rama kanë qenë briljantë dhe kanë